Tre operatorët energjetik në Kosovë kanë dorëzuar kërkesën për rritje të tarifave të energjisë elektrike. Kjo situatë ka ngjallur reagime të shumta nga qytetarët të cilët nuk janë shprehur të kënaqur me kërkesën e operatorëve energjetik. Sot ekipi ynë ka kontaktuar Luan Hasanaj, njëri ndër organizatorët të grupit Asnjë Cent më shumë, i cili për televizionin Syri ka deklaruar se ende nuk ka asnjë vendim përfundimtar, pasi kërkesa e KESCO ende nuk ka filluar të shqyrtohet. Sipas tij, paraprakisht duhet të ketë konsultime publike dhe vetëm pas kësaj do të merret vendimi përfundimtar. Ai gjithashtu theksoi se në varësi të zhvillimeve, protestat mbeten të pashmangshme. Ndërka që ekipi ynë ka qëndruar sot në teren për të intervistuar qytetarët të cilët në opinionet e tyre e bën të qartë se nëse realizohet protesta, ata janë të gatshëm të ngrisin zërin. Para alarmimi për protest, shihet si i duhuri për shtrajtimin e rrymës, për pjesëmarrje sa më shumë. Sa është shtrajtie e madhe me krahasu me gjitha vendet tjera, të na është më shumë për kushtet dhe standardet tona. Po pjesë do të kishim marrë, edhe kishim menu që kishim marrë diçka. Po s'po dija ndikon kjo protestë. Ta mendoj që është shtrajtie e madhe? Shumë. Mrena vitit 2 herë më shtrajtu. Kjo s'është normale, ka i dintarë tona. Gjithë populli shqiptar me dalë, sa shumë shtrajtie e madhe për popull, ardhë vërfni e madhe. Po këtu, pikërisht janë për kryeministrit Kosovës, i cili ka pu këtë ditë që me dalën protesta. Edhe do të dalim gjithë. Jo për rrim, por për tana që na kanë bërë shtrajtie e madhe. Ka edhe nga ata qytetarë që shprehen se kjo rritje nuk është as pak e përballueshme, qoftë për pensionistët, qoftë për qytetarët me të ardhurat të ulta. Do marr pjesë edhe vlerësoj, se pagesat e shtrenjta, rryma e shtrenjtë, gjithçka është shtrejtu këtu. Unë jam 6 antar, ku më përballue, rrymë, ujë, bërllog, tëna. Edhe prap aty pa pastërti është. Shumë me vend është, kush ka mundësi duhet me dalë, këtë senët i kanë shtrajtu, rrogat pa u rrit, tonë pensionerat, këtë fëmijët pa punë, marum. Nuk e di ma te për shka më folë. Ndërkaq mes tjerash nga organizata Asnjë Cent më shumë dhe nga qytetarët bëhet thirrje që në realizim të protestës të ketë pjesëmarrje sa më të madhe. Ndërkohë sot zyra rregullatorit për energji ka mbajtur mbledhje në të cilën ka shqyrtuar kërkesën për përcaktimin e të hyrave dhe tarifave të NEMO-s për periudhën 2026-2028. Duke theksuar se lista e tarifave për Kosovën propozohet të mbetet e pandryshuar dhe se nuk bëhet fjalë për rritje të tarifave të energjisë.